Një ndërkohë, ka dhe një element të rëndësishëm që ndryshe nga fushatat më përpara, sot pronat janë duke u vlerësuar në masën 63-65.000 euro. Nëse shikojmë, nëse kryqëzojmë të dhënat me fushatat më herë, pra 2000 paktën fundit 2020, prill 2022, mesatarisht një pasuri paluajtshme është vlerësuar 35-40.000 euro, ndërkohë që aktualisht vlerësohet 1.5 euro ose 1.6 herë, pra 63-65.000 euro. Kjo do thotë që pronat që po futen në procesin e vlerësimit, ka disa rezultate, po them konkluzione shumë të shpejta, pronat që po futen në procesin e vlerësimit, ose janë prona të cilat janë të vjetra, nuk janë rivlerësuar më herët, ka një diferencë të madhe, po themi më të madhe me çmimin e tregut, ose janë prona të cilat janë përfituar nga procesi i kontratave të porosisë ose procesi i legalizimit. Pra në atë moment kur ti porosit kontrata porosie, po themi prona në ndërtim të 6-7 viteve më herë, çmimi ka qenë shumë ndryshe me patjetër dhe ka ndryshuar kur ti e blen përfundimisht. Po, ka ndryshuar, apo pronat e përfituara nga legalizimi, që në momentin kur ti e merr certifikatën e pronësisë, ajo ka një vlerë sipas kostos së shfrytëzimit të kontrat banesave, që është 300-400 euro për metër katror, pra një diferencë shumë e madhe me vlerën e tregut.